Shumë në mungon, ja Resul Allah, zëmra të don, ja Habib Allah. Si Kur'ani Madhreshëm e ka përshkruar personalitetin e Muhammedit a.s. Ai që është çudi, në Kur'an asnjëherë nuk mundesh me gjetë që krijuesi i Madhreshëm e ka thirrur dot me emër. Ja Muhammed. Qysh e ka thirrur dot pejgamber tjerë? Ja Nuh, Ismail, ka thirrur dot me emra. Muhammedin a.s. do të ka thirrur dot asnjëherë. Para kësaj, shiqo, krijuesi i Madhreshëm nganjëherë dot, nëse e lexon me vëmendje, shkrihesh nga madhështia e citatit kuranore, me plot kuptimin e fjalës. Janë nganjëherë disa shprehje të përsëritura shumë pak, ose përdoren vetëm për disa çaste, dhe studiuesi nxjerr kurtësi të shumta. Mirë, kur e përmend Muhammedin a.s. Qysh e përmend krijuesi, tash mund ndërlidhet me të. Po shumë interesant. Për shembull, kur thot për diellin, wa ja'ala al-qamara fihinna nura. Zoti i Madhëshëm është ai i cili ka krijuar hënën me që bën rrezatim, që bën ndriçim, apo bën të reflekton dritë. Wa ja'ala ash-shamsa siraja, kurse ka bërë diellin vetë rrezatues, që shliron, prodhon energji. Çka shpreha do të siraja, a disa është çmodon të mahnit. Pas pari do të krijuesi kur e ka përmend do të hënën, ka thënë do të munira, është ndriçues. Pse do ndriçues? Nur i vjen do të dritë që merr nga të tjerët, apo nuk mirë po reflekton dritë, apo nuk prodhon dritë. Edhe në mënyrë shkencore është do të hëna, që është sateliti i tokës, ajo do të bën ndriçim, apo rrezaton do të natën, falë do të rrezave që i verdhën nga dielli, përndryshe do të nuk ka të dritë. Kurse kur e përshkruan diellin sirajan munira, ajo është dritë, rrezatim që do të shliron vazhdimisht do dritë. Kur e përshkruan do të Zoti i Madhëshëm Muhammedin a.s. Qysh e përshkruan? Realisht çuditësh. Ka të kështu do وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Që Zoti i Madhëshëm do të ka bërë do të thirrës në rrugën e tij, me lejen e tij. وسراجا منيرا, dhe të ka bërë do dritë rrezatimi, kandil ndriçues që bën do ndriçim. Shprehje do të vazhdimisht ne e përdorim do ndoshta e kemi vrej. Do të kandili ndriçues i 5 kontinenteve. Janë 7 kontinente, por banoj do në 5 kontinente. Baza është tek këtë citat kuranor. Sirajan munira, i dërguari Allah është përshkruar në Kur'anin e Madhreshëm, është kandil ndriçues. Edhe sikur se dëshiron krijuesi do të e ka zgjedhur do të Mekën, që është epiqendra e 5 kontinenteve, dhe ndriçimi i tij do të përfshijë të 5 kontinentet. Ne do t'i lejmë, do t'i vendosim do dritat, llambat në mes të dhomës, në mes të sallonit. Pse? Që ndriçimi do t'i përfshijë gjitha këndët e sallonit dhe dhomës. Edhe i dërguari Allah është dërguar do në mesin kërthizën e tokës për të rrezatuar me ndriçimin e tij, me shëmbulltyrën e tij deri në ditën e llogarisë. A ke mundësi do të argumentu do të dhe me për shembull kur e përshkruaj do të ata që mirën do të me biografinë e pejgamberit, do të është biografia më e hollësishme, s'mundesh me gjetë. Mirë më të hollësishme se si është përshkruar Muhamedi a.s. Asnjëherë ka qenë do të njëri prej dietarëve më të mëdhej do të në Medinë, çështjet e Tevratit. E ka pas emrin Abdullah bin Salam, dietar i njohur, mesin e jehudive, i njohur në kuptimin e fjalës. Edhe kur ndëgjoj që po vjen një njeri që po pretendon se është i dërguar prej të dërguarve të Allahut, dhe se i zbër do të shpallja, i ofron të afërmit, i ofron do të parimin e vet. Thotë unë do të shkoj tani. Edhe i kam përgatitur 10 pyetje. Dhe nëpërmjet këtyre 10 pyetjeve e vërtetoj se a është i vërtet apo është gënjeshtar. Mes me tyre ka qenë do të djali i tij. Edhe filloi do të më shkon tek Muhamedi a.s. Ndodh diçka që dhe fason. Momentin kur e ka pa të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, momentin kur e ka pa, ka thënë hadha Rasulullah. Ky është i dërguari i Allah. Janë befasun gjithë. Ju shtrejtum të djalit i do të ja e bi, do të o baba i ty, ka halet do të se pyte pra do të pyetje. Do të qysh ka qenë përgjigja? Ka përgjigje shumë interesant. Ja buneje,
ka fytyrë, nuk është një fytyrë e mashtruese dhe gënjeshtare. Pse? Për arsye se i dërguari Allah ka qenë siraxhan munira, ka qenë kandil ndryques, ka rrezatu në fytyrën e tij, për shkak të sinqeritetit që ka pasur në brendësinë e tij, ka qenë shumë më i bukur se sa do të ana, shumë më i bukur se ana e jashtëm. S'ka dyshim. Muhamedi alayhis salam është krijesa më e bukur. Krijesa më e bukur. Më i bukur se Yusufi alayhis salam, më i bukur se Yusufi alayhis salam. Por brendësia e tij ka qenë edhe më i bukur. Ka qenë edhe më i bukur sepse ka qenë siraxhan munira, i zgjedhuri i të gjithë të zgjedhurve, do zotriu i gjithë bijve të Ademit alayhis salam. Zemra të don, ya Habib Allah, jam betu për jet, jam betu vetëm ty, unë kam me të pasu.